Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1386, duka i madh i Lituanisë, Vladislav, martohet me mbretëreshën e mitur polake Jagiela dhe kurorzohet mbreti i Polonisë. Gjatë mbretërimit të tij 50 vjeçar, Polonia u shndrua në superfuqi në Evropën qendrore e lindore. 1585, Teatri Olimpik projektuar nga Andrea Palladio përurohet në Vicenza, Itali. Teatri është më i vjetri ende në përdorim që nga periudha e rilindjes italiane. 1845, Florida u bë shteti i 27 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1878, Bullgaria shkëputet nga Turqia në kuadër të traktatit të paqes nënshkruar në Shën Stefan, afër Stambollit, midis perandorisë ruse dhe perandorisë osmane. 1904, Kaiser Wilhelm II i Gjermanisë bëhet personi i parë që regjistron me zë një dokument politik, duke përdorur cilindrin fonogram të shpikur nga Thomas Edison. 1915 në SBA krijohet Komisioni Kombëtar Këshillues për Komunikacionin Ajror NASA, paraardhës i Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA. 1917, monarku rus Mihail i Madh i jep dorëheqjen një ditë pasi u bë car. 1918, Rusia nënshkruan traktatin e Brest-Litovsk, duke rënë dakord të tërhiqet nga lufta e parë botërore dhe të pranojë kontrollin gjerman të shteteve balltike, Bielorusisë dhe Ukrainës. 1923, botohet për herë të parë revista Time. 1931, Star Spangled Banner, zyrtarisht bëhet himni kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vargjet vijnë nga Defense of Fort McHenry, poezi e shkruar në 1814 nga Francis Scott Key. 1933, arrestohet kandidati komunist për zgjedhjet presidenciale në Gjermani, Ernest Thälmann. Ai u mbajti izoluar në qeli për 11 vjet. 1933, përurohet skulptura presidenciale në malin Rushmore, Dakota e Jugut në SBA. Qëllimi i memorialit është për të shprehur themelimin, zgjerimin, ruajtjen dhe unifikimin e Shteteve të Bashkuara me bustet kolosale të presidentëve Washington, Jefferson, Lincoln dhe Theodore Roosevelt. 1939, në Mumbai, Mahatma Gandhi fillon të agjerojë në shenjë proteste ndaj sundimit autokratik në Indi. 1945, Forca Mbretërore Ajrore Britanike, RAF, bombardon gabimisht Hagën në Holand, duke vrarë 511 persona. 1952, shkrimtari amerikan Ernest Hemingway përfundon librin Plaku dhe deti dhe e cilëson atë si romanin më të mirë që ka shkruar ndonjëherë. 1958, Nuri Asaid u bë kryeminist i Irakut për të 14 herë. 1986, fillon akti i Australisë 1986, duke bërë që Australia të bëhet plotësisht e pavarur nga Mbretëria e Bashkuar. 1991, në referendumin e mbajtur në Lituani, 74% e popullit votuan për pavarësi nga Bashkimi Sovjetik, kurse në Estoni 83%. 1999, ndron jetë në moshën 94 vjeçare Gerhard Herzberg, një fizikan dhe kimist pioner gjermano-kanadez, i cili fitoi çmimin Nobel për kimi në 1971. 2002, zviceranët me referendum vendosën të antarësohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 2005, Steve Fossett u bë njeriu i parë i cili fluturoi me aeroplan rreth botës, vetëm pa ndalesë dhe pa u rimbushur me karburant. Udhëtimin e realizoi për 67 orë e 2 minuta. 2008, Dmitri Medvedev zgjidhet presidenti i Rusisë. 2012, ndahet nga jeta Sotir Çapo, piktor shqiptar me titullin Artist i merituar.